Unë jam Dori Daka, ky është Syri Botës. Njerëzimi i krijuar nga Zoti, në gjithë madhështinë e tij, sot ndodhet përballë një zgjedhjeje etike. Ose të ndërtojë një kull të re të Babelit, ose të ndërtojë qytetin në të cilin Zoti dhe njerëzimi të banojnë së bashku. Shkaku? Zhvillimi teknologjik. Teknologjia në fakt ka qenë pjesë e historisë sonë që nga fillimi, si një realitet thellësisht njerëzor. Teknologjitë e reja hapin një horizont të jashtëzakonshëm, por ende jo plotësisht të parashikueshëm. Kjo në fakt e vështirëson vlerësimin e ndikimit të saj në lidhje me dinjitetin njerëzor dhe të mirën e përbashkët. Jemi në tranzicion, epokë ndryshimesh marramendse. Një pakicë garanton të ardhme të mrekullueshme fal teknologjive të reja. Një pjesë reflekton mbi këtë çështje, ndërsa shumica prej nesh pret me shpresë se më e mira do të bëhet. Ndaj është thelbësore të pyesim ku po shkojmë, cili është drejtimi që duhet të marrim si njerëzim, si komunitet njerëzor. Teknologjia ka fuqinë të shërojë, të lidhë, të edukojë dhe të mbrojë shtëpinë tonë të përbashkët, por gjithashtu mund të ndajë, të përjashtojë dhe të gjenerojë forma të reja padrejtësie. Në epokën e inteligjencës artificiale, kur dinjiteti njerëzor po kërcënohet nga forma të reja dhe humanizmi, detyra jonë kryesore është të mbetemi thellësisht njerëzor. Progresi vërtet gjithmonë rrjedh nga një zemër e hapur ndaj të tjerëve, një inteligjencë e gatshme për të dëgjuar dhe një vullnet që kërkon atë që bashkon dhe jo atë që ndan. Çfarë po ndërtojmë? Ndërsa zhvillimi teknologjik transformon me shpejtësi gjuhët, marrëdhëniet, institucionet dhe format e pushtetit, ne besimtarët duhet dhe mund të zgjedhim se në cilat projekte do të punojmë dhe në çfarë mënyre, në mënyrë që të ruajmë edhe vlerësojmë madhështinë e njerëzimit që na është dhënë si dhuratë. Le të lutemi të planifikojmë me mençuri dhe të punojmë me komgulje, duke vendosur Zotin në krye të veprimeve tona dhe personin njerëzor në qendër të zgjedhjeve tona. Këto janë disa fraza që i kam shkëputur, sigurisht të bëra bashkë me një bazë logjike nga enciklika ose letra që Papa Leoni XIV i ka drejtuar botës me titull Magnificat Humanitas, njerëzimi i mrekullueshëm. Në qendër të kësaj letre është njeriu, humania përballë sfidës më të madhe të kohës, inteligjencës artificiale. Një material shumë interesant, shumë planësh, një manifest i plot, me të gjitha një paralajmërim urgjent për reflektim dhe veprim. Dhe pikërisht për vlerën që ka dhe mesazhet që përcjell, unë kam kënaqësinë të diskutoj këtë enciklik të Papës Leoni XIV me Dom Mark Pashkën, zëdhënësin e konferencës i peshkëvore të Shqipërisë. Dom Mark, përshëndetje, kënaqësi që të kam në Syrin e Botës për herë të parë, e çmoj shumë që gjetë kohën të ishe me mua. Ju përshëndes për zemërsisht e vërtet dhe për mu një kënaqësi shumë e veçantë që t'jemi për diçka ndryshe dhe diçka shumë veçantë që është enciklika Papës. Është një material aq interesant që u them të drejtën, unë nuk e kam lexuar të gjithën sepse është masiv, por në pjesë të caktuar që kam lexuar, kam kuptuar atë thellësinë e këtij materiali në lidhje me situatën në të cilën jetojmë, sigurisht vendosjes së njerëzimit në sfidën e teknologjisë, dhe madje shpeshherë kam gjetur dhe përgjigje për ato pikpyetje e mëdha me të cilat jam përballur jo unë, por dhe shumë të tjerë në këto 3 vitet e fundit, sidomos pikërisht në lidhje me këtë sfidë. Tani pikë së pari, ju jeni i ri, jeni dhe njëri i medias, pa i përdorni gjërësisht rrjetet sociale, jeni në këtë epokën teknologjike pa cilën ne tashmë nuk bëjmë dot. Cila është marrëdhënia juaj me teknologjinë, po dhe inteligjencën artificiale, me gjithë këtë zhvillim të jashtëzakonshëm në të cilën kemi hyrë tashmë? Ashtu siç e thatë edhe ju, edhe unë personalisht po besoj të gjithë tashmë nuk kemi nga të shmangemi të mos qenurit social. Do të thotë jemi social, jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe të drejtë për drejtë me teknologjinë, me rrjetet sociale, pa diskutim edhe me atë që quhet AI apo inteligjenca artificiale. Personalisht sigurisht jam në kontakt edhe për mua ashtu siç thotë, në fakt edhe enciklika Papa Leonit është një mjet i jashtëzakonshëm, një mes teje të madhe për misionin tem, por besoj edhe për çdo punë i cili kërkon një farë mënyrë të një qasje me atë që është bota virtuale, bota sociale. Mjafton për shembull që të marrim një shembull shumë thjesht, shumë konkret. Nëse ndoshta për një fjalë ose për interpretim në një koncepti do duhet dikur hapnim fjalore të tërë, jo vetëm fjalore gjuhësore, por edhe fjalore enciklopedik, filozofike dhe teologjik, paktën kjo është ajo fusha që unë kam kontaktin e përditshëm, tani mjafton
me një përdorim shumë të thjeshtë të aplikacionit dhe gjithçka jepet të qartë. Pa diskutim kjo është një ndemes e jashtëzakonshme dhe është një ndihmë që bota teknologjike ja ofron njeriu gjithmonë për të realizuar të qëllimet e tij të mira, edhe si formë instrumentit jashtëzakonshëm të masit pozitiv për punën e tij përditshme. Megjithatë ka edhe rreziqe po aq të jashtëzakonshme. Inteligjenca artificiale është thjesht një pjesë e teknologjisë, varet si përdoret, varet kush e përdor, në të mirë apo në të keqe të kujt. Patjetër, për inteligjencën artificiale vlen ai rregulli i vjetër klasik, besoj edhe botës filozofike, që është rregulli Thales, për çfarë shumë ndoshta e harrojmë, por nëse referohen antikitetit, ne e dimë që ndër instrumentat e para që njeriu shpiku në zhvillimin e tij në mijëvjeçare, më përpara kur filloi, nëse mund të themi kështu, atë procesin e tij të evolucionit, të evolumit dhe të daljes nga ajo bota e egzercisi ishin instrumentet e para që shërbenin praktikisht për sigurimin e ushqimit, gjuetisë etj. Nëse gjithkujt që na ndjek i jepet rasti për me vizituar një muze të epokave të hershme të njerëzimit, sigurisht të shohim që këto janë instrumentet e para, por që gjithmonë vlen ajo e vjetra që është pranishme në shumë autor apokrif të filozofisë greke, që thika është e vërtetë që shërbente për gjujt, do të thotë shërbente për të siguruar ushqimin, për të prerë ushqimin, por nëse përdori kundër vetes shërbente edhe për të bërë vetvrasje. Edhe unë po vi këtë shembull shumë bazik e shumë kuptueshëm për marr njerëzit për shpjegu, do të thotë edhe inteligjencën artificiale, e cila sigurisht çdo mjet ka edhe këto do të thotë rreziqet kontekstuale nëse kemi në një bajmë me një përdorim jo të drejtë, jo të duhur të saj. Në fakt, Leoni 14 në enciklik gjithmonë në këtë dokument gjithmonë e nis arshëtimin e tij duke evidentuar pozitivitetin që ka kjo arritje. Sepse në fund ditës kemi të bëjmë me një arritje të teknologjisë, të shkencës, nëse mund shprehemi kështu. Edhe gjithmonë nuk duhet errësu dimensioni pozitiv nga rreziqet që pastaj liria njerëzore rrezikon të imponojë asaj. Domark, kjo është enciklika e parë e Papës Leoni 14. Përse në këtë moment dhe përse çështja kryesore që shqyrtohet në këtë enciklik është inteligjenca artificiale? Edhe diçka mbi domethënien e titullit Magnifica Humanitas. Në fakt, kjo është në një farë një paralajmërim që Papa Leoni 14 e ka bërë që në momentin kur u shfaq si Papa i ri i Kishës Katolike Romake në logjen e Shën Pjetrit. Pikërisht me marrjen e emrit si Leoni 14, ai i parapriu një qasje dhe një ballafaqimin që Kisha Katolike dhe krishterimin në përgjithësi do të kishte me zhvillimin e veta teknologjike. Ai mori emrin Leoni 14 pikërisht në nder të Leonit të 13, i cili në fund të viteve 1800 ishte papa i parë i cili vendosi të përballej me zhvillimet atëhershme teknologjike, me zhvillimet atëhershme, revolucionet të ndryshme industriale. Ishte papa i parë që kërkoi e foli për drejtat e punëtorëve. Ishte papa i parë i cili foli për rreziqet që kanoste edhe atëherë një zhvillim teknologjik në të cilën nuk vendosej njeriu në çantat e vëmendjes. Në enciklikën e atëhershme Rerum Novarum, Papa Leoni 13 ballafaqoi pikërisht këtë natyrë problematikash në raport me zhvillimet e atëhershme. Në shembull e këtij pape, në një zhvillim dhe progres të jashtëzakonshëm teknologjik dhe po themi i botës mediave, rrjeteve sociale dhe i softwareit, nëse mund të themi kështu, Papa Leoni 14 zgjodhi të merrte emrin e tij, zgjodhi të merrte emrin Leon pikërisht në nderën për kujtimin e tij dhe në këtë moment nuk e pas gati më shumë se sa një vit nga papnia e tij, do të thotë nga instalimi i tij në pozicionin e Shën Pjetrit, atëherë ai zgjodhi që të publikonte këtë enciklik, e cila në një farë mënyrë të jep përgjigje të gjitha këtyre çështjeve, të gjitha këtyre temave përparësive, po dhe rreziqeve që has një zhvillim i tillë teknologjik. Në qendër nuk është inteligjenca artificiale, po është njeriu, është humania, është humanizmi, ajo dhuratë e mrekullueshme e Zotit, të cilin duhet ta ruajmë sipas asaj që thot Papa Leon, mbi të gjitha në këto momente shumë kyçe, ku teknologjia mund ta tjetërsoj komplet përmes ndoshta asaj që ai e konsideron si transhumanizëm, pra
ngjitjes apo lidhjes njerëzore me teknologjikën për të kaluar ca kufi, sepse ne jemi qenie në fakt që kemi kufi dhe pikërisht këto na bëjnë edhe të brisht, na bëjnë edhe të kemi mëshirë për tjetër, na bëjmë edhe ta duam, pra kufit që kemi. Ndërkohë që synohet përmes teknologjisë të inteligjencës artificiale apo liderëve të kompanive të mëdha që të kalohen këto kufi. Tani, si mund të ruhet sipas jush humania pikrish në këto kohë? Çfarë duhet bëjmë? Ku duhet shohim? Cila duhet jetë përpjekja jonë në këto momente, por edhe në kohët në vijim që sigurisht janë sfiduese? Në fakt nëse vëmë re këtë strukturën prej 5 kapitujve të enciklikës, shikojmë qartë që aty në pjesën e parë, kur flitet për inteligjencën artificiale, flitet për inteligjencën artificiale si mjet edhe si potencial. Do të thotë, kur flasim që kemi të bëjmë me një mjet, do të thotë është inteligjenca artificiale në shërbim të njeriut dhe jo njeriu në shërbim të inteligjencës artificiale. Kjo është një qasje ose një dinamik të cilën papa e ruan gjatë gjithë dokumentet dhe në fakt duke folë për AI në një farë mënyrë si mjet dhe duke folë si potencial, ai i nënvizon një qasje biblike dhe ungjillore që e mbizotron në marë krishterin, por besoj në të gjitha religionet e tjera ku në qendër të mbarë krijimit të asaj që ne njohim dhe takomi për ditë kush është vetë njeriu. Dhe në këtë aspekt ai thot që të qenurit të njeriut në qendër, pra njerëzimi madhështor, studitja e madhështisë së njeriut dhe gjithë çka brenda njeriut ka, është arma e vetme dhe dinamika e parë që nuk duhet humbet dhe duhet të kihet parasysh duke pas gjithmonë këtë do të thotë të vërtet absolute që pavarësisht besimit, pavarësisht bindjeve, pavarësisht vendeve në të cilat jetojmë, njeriu duhet ta shoqërojë. Dhe pasja e kësaj bindje ku njeriu është qendra e krijimit, është qendra e gjithësisë, është qendra e universit, atje ai evidenton të gjitha rreziqet që janë automatizmat, mbrojtja e vërteta, liria, kundër ideologjisë transhumaniste e tjera. Të gjitha këto janë rreziqe që kanosen kur njeriu largohet nga qendrave me. Në fakt nëse jemi pak kujdesshëm me marr historinë njerëzore, fatkeqësisht është një problem gjithmonë që njeriu e ka hasë sa herë që ka përjashtuar njeriu nga qendra e vëmendjes, do të thotë nga qendra e ekzistencës së tij, nga qendra e universit. Në momentin kur njeriu përjashtohet e mira e tij, e vërteta e tij, liria e tij, atij çfarë ndodh? Gjithmonë lindin diktatura, gjithmonë lindin sisteme totalitare të cilat janë në fakt në dëm të njeriu. Dhe për papën kjo është shumë e qartë. Nëse ndërtojmë një sistem në të cilën njeriu nuk është në qendër të vëmendjes, atëherë gjithmonë do të kemi, edhe në rastin tonë ku kemi zhvillime masive teknologjike, mund të shndrohen në armë vdekjeprurëse. Në fakt, sikur se thatë dhe ju, paraardhësi i Leonit 14, edhe ai ka pasur sfidat e tij në atë kohë dhe ka qenë në periudha e revolucionit teknologjik, gjërat e reja gjithmonë treten me vështirësi dhe sigurisht rrezikojnë ose na marrin diçka nga mënyra e vjetër e jetesës. Megjithatë, në enciklik theksohet veçantia, uniciteti i këtij momenti, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për një ndryshim kalimtar që të ndryshojë një aspekt apo një tjetër të jetës tonë, por një ndryshim total të ekzistencës tonë që synon të futet deri në mënyrën se si ne mendojmë apo se si funksionon trupi ynë, pra të futet deri në tempullin e Zotit që është edhe trupi ynë. Ku bazohet Papa Leon që del në një përfundim të tillë? Pra sigurisht një enciklik besoj bazohet mbi ca vëzhgime, mbi ca studime, mbi, le të themi, dëshmi të ndryshme. Ku është bazuar Papa Leon për të hartuar këtë enciklik kaq të rëndësishme? Kisha gjithmonë është vigjilente dhe do të thotë shikon me vëmendje të jashtëzakonshme qytetrimin njerëzor, duke u specifikuar pastaj në tek pjesë të ndryshme të zhvillimeve botërore. Pra, në radhë parë kemi të bëjmë me një sjellje të kishës që është mund klasike e saja, e cila është thirrur nga vetë Bibla që të interpretoj shenjat e kohës.
Në këtë aspekt, Papa Leoni, duke pas parasysh ungjillin, porosinë themelore për të krishtianin, interpretimin e shenjave të kohës, duke qenë i peshmi i Rom, do të thotë ai që na prim si kish në nivel universal, nëpërmjet kësaj enciklike bën këtë përpjekje që është një porosi ungjillore e saj që është interpretimi i shenjave të kohës. Pjesa e dytë, ose më saktë pika e dytë, të cilën Papa Leoni i 14 bazohet në ato që është edhe detyra e tij specifike si pasardhë si pjetër, që është magjisteri, mësimi. Do të thotë, çfarë do të thotë mësimi? Mësimi nuk reduktohet vetëm në interpretimin apo ripërsëritjen e disa rregullave dogmatike që janë klasike ndoshta apo që identifikojnë kishën katolike, por për një përshtatje të mësimit ungjillor brenda dinamikave të kohës. Ne besojmë se mësimi i Jezu Krishtit është gjithmonë permanent, i reziston çdo kohë dhe paradoksikisht nëse themi këtu, është i përshtatshëm për çdo kohë. Dhe në nivelin e tij Papa, në magjisterin e tij që është, siç e thash, një prej detyrave kryesore, përpiqet që për kontekstin kulturor apo dhe teknologjik këtë rast në cilën jetojmë, të ofrojnë ato pikat e veta të cilet burojnë nga qenurit e tij si bari ose si krybari i kishës. Dhe dimensioni i tretë në të cilën Papa bazohet është pa diskutim përditshmëria. Të gjithë ne në të cilën jetojmë, në kohën në të cilën jetojmë, jemi në një farë mënyrë të bijë të teknologjisë, e kemi të pashmangshëm kontaktin dhe raportin me teknologjinë, edhe ashtu si ne besoj në çdo shtet, në çdo kontinent, pavarësisht zhvillimeve të ndryshme ekonomike, tashmë teknologjia është bërë pjesë e jetës e familjeve tona dhe e personalitetit tonë. Dhe nga këto tre aspekte, Papa, pikërisht që në momentin e emërimit të tij, e zgjedhjes së tij si ati shenjtë, ka dashur që të ofrojë një mësim, një porosi, një nxitje, një letër enciklike, siç është kjo letër, e cila praktikisht përfshin mbar dimensionin njerëzor të mësimit në të cilën duhet futet logjika kristiane ose më saktë logjika e Krishtit. Shiko, do Mark, Papa Leoni XIV është Papa i parë Amerikan dhe ne dim qasjen e Amerikanëve, sidomos administratës Trump dhe shumë shefave të kompanive të teknologjisë të Silicon Valley në lidhje me inteligjencën artificiale. Pra ata janë shumë pro, madje janë për një zhvillim të jashtëzakonshëm që le të themi nuk duhet të njoh as kufi, as kufizime dhe as barriera, pra duhet ecë me një shpejtësi shumë të madhe. Shpesh herë, këtë e kam lexuar edhe në enciklikë dhe më pëlqeu si ide, ka një disbalans të madhe mes zhvillimeve teknologjike dhe avancimit të ndërgjegjes apo rregullave që mundësojnë kontrollin dhe futjen e këtyre zhvillimeve teknologjike në hullitë të mirës së njerëzimit. Pra kemi një risk të madh në këtë këndvështrim në shpejtësinë me cilën ata duan të fusin në çdo fushë të jetës të ekzistencës tonë teknologjinë. Duke qenë se janë dhe shumë të fuqishëm, shumë të pasur, janë dhe politikisht të mbështetur, a mendon që do të ketë një ose ka një konflikt tashmë midis kësaj qasje të kreut të kishës katolike dhe të themi botës personave më të fuqishëm të kompanive teknologjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një nxitim, madje ata e kanë quajtur të rrezikshëm atë individ apo ato organizata të cilat do t'u vënë fre pikrisht zhvillimeve të inteligjencës artificiale, ndërkohë që Papa thot tjetër gjë, duhet jemi mbi të gjitha të kujdesshëm dhe të ecim me hapa të matur. Pra mendon që do ketë një përplasje midis amerikanit në krye të katolicizmit botëror dhe amerikanëve të tjerë në krye të inteligjencës artificiale? Në fakt, historia, si thonë latinë, është mësuesja më e mirë. Historia est magistra vitae. Do të thotë, nëse i referon a historisë njerëzore, ne dim shumë mirë që pozicioni i papës nuk është pozicioni që duhet të bëj plaçet, do të thotë të jetë të bëj natyr mbar botën. Në fakt, përkundërzi, pozicioni i papës, mësimi i tij, magjisteri i kishës katolike shërben për qenë, siç thotë ngjiri, krip dhe dritë. Dritë do të thotë që të ndriçojë të gjitha ato errësira me të cilat rrezikon të përballet njeriu, dhe për qenë krip, kripa do të thotë ka atë funksionin bazik që është i mosprishjes, i rujtjes
të asaj esencës së një diçka e caktuar. Dhe në këtë aspekt detyra kryesore e papës është pikërisht kjo, do të thotë që të evidentojë rreziqet dhe të bëhet mbrojtës zëri dhe profeti në një farë mënyrë, nëse përdorim një fjalor teologjik, i gjithë atyre shtresave të cilat rrezikojnë të dënohen, të gjithë atyre aspekteve që rrezikojnë që të jenë në dëm të njerëzit. Në enciklik Papa është shumë i qartë mbi faktin e pa zëvendësshmërisë dhe personit njerëzor, m'falni. Do të thotë ai flet që me faktin që personi njerëzor është i pazëvendësueshëm dhe në fakt në mënyrë të drejtë për drejtë flet për tre vlerë që janë mënyra dhe që i përgjigjen kësaj çasti, që është vlera solidaritetit, vlera e drejtësisë shoqërore dhe parimi do të thotë i subsidiaritetit. Domethënë janë tre parime kryesore që përkthehen në vlera të jetueshme që janë themelore për ekzistencën njerëzore. Dhe kur flasim për drejtësi shoqërore, do të thotë flasim për një aspekt themelor të jetës njerëzore. Dhe në këtë aspekt, nëse po themi këto kompani apo shumë kush dëshiron që të bëj do të përdorim të inteligencës artificiale në këtë rast, apo të dimensioneve të tjera jetësore që rrezikojnë këto vlera, sidomos vlerën e drejtësisë shoqërore dhe të solidaritetit në mënyrë veçantë, pa diskutim që në Kishën Katolike si mbrojtëse dhe shpallëse të vërtetës absolute do gjejmë një kundërshtim edhe do gjejmë një zaj i cili vazhdimisht do të tërheqë vëmendjen të gjithë atyre organizmave apo kompanive në këtë rast, qofshin ato që janë kundër këtyre zhvillimeve apo në një farë mënyrë që rrezikojnë këto parime kryesore. Po diskutim, nuk duhet harrojmë që gjithmonë gjatë historisë, edhe në këtë rast në këtë një vit, nëse mund të themi kështu pontifikat, Papa e ka treguar shumë qartë pozicionin e tij që është gjithmonë në mbrojtje të njerëzit, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, të lirisë njerëzore dhe të vërtetës së saj. E kuptoj. Tani për të kuptuar pak enciklikën në vetvete, këtë material që publikohet vetëm nga papët. Çfarë është enciklika dhe është ajo vetëm një letër drejtuar nga Papa, nga Ati i Shenjtë besimtarëve katolik, apo edhe gjithë të tjerëve të cilët në lidhje me çështje të ndryshme? Unë për shembull mbaj mend enciklikën e 20 viteve më parë të Papës Ratzinger, Zoti është dashuri, edhe është një nga le të themi leximet më të bukura që kam përjetuar dhe e kam shijuar. Ndërkohë që dhe kjo ishte po aq informuese, po aq le të themi parashikuese dhe shumë njerëzore në vetvete. Pra çfarë është enciklika dhe cili mendoni të jetë ndikimi i kësaj enciklike tek masa e madhe e njerëzve, vetëm katolikët, por gjithë ata që jetojnë në këtë përditshmërinë e sotme? Enciklika në vetë nëse i referohemi si koncept, është një vepër e papës, do të thotë një dokument që buron drejt për drejt nga personi i papës. Do të thotë Papa ka tanë të shkryejë enciklika ose si quhen ndryshe letra enciklike. Në për të cilave Papa ushtron magjisterin e tij, pra misionin e tij, si mësues dhe si bari. Në mënyrë specifike, enciklikat janë të drejtuar ndaj popullit të Zotit, siç e quajmë ne në fjalorin teologjik, do të thotë ndaj kishës, ndaj besimtarëve kudo mbar botën. Por me kalimin e shekujve, enciklika nga një letër tipike, në të cilën Papa në një farë mënyrë të shkoklik, nëse mund të themi tamam në shqip mësimin e kishës, do të thotë interpreton në mënyrë shumë të qasshme atë që janë të vërtetat ungjillore, dal nga dal është kthy edhe si një adresim që personi i papës i bën jo vetëm popullit katolik, popullit Zotit, si themi ne, por marrë njerëzimit, sepse shpesh edhe në shumë të rasteve në destinacionin e enciklikave shkruhet popullit Zotit dhe njerëzve vullnet mirë. Do të thotë, është një ndihmë, një mësim, një forcë, një nxitje që nëpërmjet këtij dokumenti tipik të personit të Atit Shenjtë, Ati Shenjtë ju i referon dhe ju jep si porosi, si nxitje dhe si një ndihmës e fryqshme për jetën e tyre të përditshme. Do të thotë tregon afërsinë mes një farë mënyrë të vullnetit të Zotit, mes Zotit dhe njeriut. Nëse marrim fjalën latin pontifex, pontefice, pontefa, do të thotë edhe në italisht, emërtimi në gjuhën shqipe
që i pozicionit papës është ai që bën ura, pra pontifex, ai që bën ura, urlidhës, dhe në këtë rast, nëpërmjet këtyre dokumenteve, nëpërmjet enciklikës, në vetvete si parim, po themi kështu, si dokument, si institucion, nëse mund shprehemi figurativisht, papët përpiqen që të bëhen urlidhës mes realitetit toksor, shoqëror, social në cilin jetojnë njerëzit dhe vullnetit të Zotit, dhe vullnetit hyjnor dhe mësimit të tyre që kanë dëshirë që ta kalojnë në mbar botën, duke i referu popullit Zotit, sigurisht po dhe gjithë njerëz me vullnet të mirë. Prandaj ky dokument i mbi inteligjencën artificiale është një dokument i cili i referohet jo vetëm po themi katolikëve, nëse mund shprehemi kështu në mënyrë të përgjithshme, por i referohet dhe i drejton marrë njerëzimin. Në fakt, nëse kujtojmë para pak ditë kur u bë publikimi i enciklikës, Papa ka pas aty një prej CEO-ve kryesore të kompanive të inteligjencës artificiale, që në fakt në deklaratat e tij është një ateist, do të thotë një besimtar. Por Papa e ka dashur pikërisht aty për të treguar në një farë mënyrë edhe këtë universalitetin e drejtimit dhe destinimit të kësaj enciklike. E kuptoj. Po cilat kanë qenë disa nga reagimet me njëherë pas publikimit të enciklikës? Sigurisht nga bota e gazetaria, media, politika, po qoftë edhe nga sfera e teknologjisë, ka pasur reagime? Unë në fakt me aq sa kam njeh personalisht, kam njeh pak vetëm botën italiane, domethënë mediat italiane dhe paksa ato amerikane, jo në masë të madhe, dhe të gjithë bin dakord për tri pika ose tri gjëra që karakterizojnë këtë enciklik. Gjëja e parë, a thatë edhe jo në fakt në fillim të emisionit, që është një enciklik, një vepër e pasur, jashtëzakonisht dhe e thellë, do të thotë nuk kemi një trajtim sipërfaqësor apo thjesht përshkrues të shumë aspekte, por kemi të bëjmë me një trajtim të thellë, cilësor dhe me një pasuri të jashtëzakonshme edhe lingvistike. Për këtë bim dakord të gjithë, jo vetëm katolikët apo institucionet mediatike pranë Selis Qajnit, por të gjithë, qoftë e përsëris bota italiane mediatike, qoftë edhe pjesë amerikane. Është diskutuar, besoj, gjërësisht. Pa diskutim, është diskutuar dhe bin dakord për këtë gjë. Pjesa e dytë, do të thotë pika e dytë që është në gjithë bin dakord është në një farë mënyrë është revolucion, një farë mënyrë nëse mund ta quajmë kështu, është guximi që Papa në këtë aspekt ka që të trajtoj direkt në dokumentin e parë magjisterial të tij, një prej atyre që përfshihen në revolucionin aktual, siç është revolucioni digital. Edhe në këtë aspekt duhet të themi kurajon e madhe, sepse është një kurajo jo vetëm për të trajtuar rreziqet apo për të trajtuar ato efektet negative, por në një farë mënyrë për të shku edhe në shumë aspekte dhe kundër rrymës. Ma përpara sollet shembullin e kompanive të Silicon Valley, të cilat ndoshta jo shumë kanë qenë shumë të kënaqura, por në këtë aspekt prevalon dhe është tregues shumë i qartë kurajo që Papa ka pas. Dhe gjëja e tretë që është karakteristike e kësaj është që e gjithë kjo ndërhyrje enciklika, si vetë gjithë magjisteri që Papa Leoni ka dashur është në shërbim të paqes. Në shumë kalime të enciklikës dhe në shumë pjesë të saj dallohet edhe ku Papa është shumë i preokupuar që inteligjenca artificiale të përdoret në shërbim të paqes. Aty bjen shpeshherë shembullin e fabrikave të municioneve apo të shumë mekanizmave që janë luftra ngritës, nëse mund shprehemi kështu, dhe të cilën Papa i trajton dhe në një farë mënyrë të shkon kundër të ne. Dhe në këtë aspekt kjo është një pika tre që mbar, po themi, bota mediatike apo analitike që merren me këtë pjesën e kësaj e dokumenteve zyrtare të Vatikanit, kanë analizuar dhe të gjithë bin dakord. Pa diskutim pastaj se çdo dokument do të ketë ato në një farë mënyrë të promovuesit e tij më të madh dhe ato që do të kenë shumë kritika, por këto janë tre gjërat kryesore për cilët katolikë e jo katolikë kanë një vlerësim të jashtëzakonshëm
për Papa Leonin. Megjithatë ka pasur edhe një deklarata, apo disa deklarata në formë humori ose jo, nuk e di, që madje vetë Papa ka përdorur inteligjencën artificiale për të shkruar enciklikën e tij. Sigurisht se tentojnë shumë persona që të nxjerrin vepra letrare, por edhe artistike, dhe kjo është një çështje më vete, domethënë futet aty në domenin e krijimtarisë njerëzore, të shpirtit, të ideve njerëzore, dhe kjo është risk më vete, besoj. Në kohën e sotme, edhe më tepër kur Papa ka pas guximin, siç e thash më përpara, të trajtoj një argument të tillë, sigurisht kjo është diçka, nëse mund shprehemi kështu, një akuzë apo një hamendësim, nëse mund të themi kështu, normal, brenda normalitetit të saj, sepse të gjithë jemi bijtë e kësaj kohe, jetojmë këtë kohë, por në fakt sigurisht nuk është as pak e vërtet, s'kam nevojë ta them unë, por kjo dihet sepse unë e di, domethënë edhe nga burimet që di brenda Vatikanit, që do të thotë brenda Shtetit Shenjtë, personat që në momentin kur ajo është zgjallë në kryet Shtetit Shenjtë, deri në këto momente të gjithë kemi qenë në pritje dhe kemi pas dhe ka aktivizuar do të thotë një grup shumë të madh ekspertësh me të cilët është konsultuar, me të cilët ka marrë mendime dhe ka qenë një punë një vjeçare për të prodhuar këtë dokument. Ndoshta sigurt ishte qenë me inteligjencën artificiale, do ta kishte prodhuar mas një muaj ose mas 2 muajve, por në fakt nuk e kështu. Po, Domark, në fakt në Syrin e Botës unë kam diskutuar shumë shpesh çështjen e rrezikshmërisë së inteligjencës artificiale, sigurisht duke lënë hapësirë edhe le themi anës pozitive të ndryshimit të mirë të jetës etj. Dhe më bëri përshtypje sigurisht për mirë edhe këndvështrimi i Papës, jo sulm ndaj teknologjisë, po ndaj keq përdorimit të saj. Pra, ajo është një mjet, varet kush e përdor dhe varet për çfarë qëllimi e përdor, dhe në funksion pikërisht të kësaj ideje ai edhe prezantimin e enciklikës e bëri në praninë të bashkëthemeluesit të Anthropic, që është një kompani inteligjencë artificiale që të paktën deri më sot ka një sjellje të përgjegjshme në lidhje pikërisht me zbatimin edhe me respektimin e normave të caktuara që nuk e dëmtojnë anën njerëzore, por e çojnë pikërisht në këtë hulli të njerëzimit. Edhe për këtë pati shumë diskutime në fakt, që dha Papa pati preferencë për një kompani të caktuar, ndërkohë që ka kundërshtuar të tjera, por që gjithsesi. Në fakt kjo është pjesa, do të themi, ana tjetër e enciklikës, në të cilën Papa vazhdimisht reflekson ato rreziqet e mëdha që në fakt ka inteligjenca artificiale. Automatizmi, mbrojtja e dhanave, domethënë shkelmimi i identitetit njerëzor, hyrja në privatësi më shumë se sa duhet. Hyrja në privatësi, një pjesë e dimensioneve të tjera që do të thotë influencimin e kohës zgjedhjesh, në manipulimin e masave, heqja e lirisë dhe shumë tjera, janë të gjitha fenomene të cilat Papa i përmend në këtë. Edhe në fakt Papa do të thonë që ka shumë objektiv, dhe në fakt është një realitet që ne e prekim çdo ditë, që gjithmonë ekziston rreziku. Por gjithmonë fakti që Papa ka dashur në prezantimin e kësaj enciklike të jetë i ulur krah për krah me CEO-n e Anthropic, nuk është një publicitet ndaj kësaj kompanie sigurisht, jo, por ka dashur pikërisht për me vendosur në pa edhe këtë model të veprimit, edhe këtë model shumë etik të trajtimit dhe të përdorimit të inteligjencës artificiale. Domark, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën, për shpjegimet shumë interesante, një temë e ndërlikuar midis teknologjikës, shpirtërores, njerëzores, mbi të gjitha. Unë në fakt do t'i ftoja të gjithë ata që ndjekin këtë emision që ta lexojnë këtë enciklik, është jashtëzakonisht informuese dhe shumë dashamirëse dhe megjithaë mbrojtëse e njerëzores, e asaj çka ne jemi, përfaqësojmë dhe shpresojmë në jetë të jetës. Ta përfaqësojmë pa na u prekur qimja nga asnjë lloj ndryshimi teknologjik. Po shpresoj se të gjithë teleshikuesit nuk kanë nevojë për me përdor AI-n për me dekriptu bisedën që kemi bashkë, dhe shpresoj që t'jemi kanë sa më të prekshëm e të arritshëm. Pa diskutim, njeriu është mbi gjitha dhe e gjithë bota funksionon në momentin kur njeriu e vendos në çanën e vëmendjes. Prandaj shumë kënaqësi dhe një ftesë pa diskutim për gjithë që ta lexojnë. Shumë faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Kënaqësi.